Our school has had the opportunity to give hospitality to 4 students from Kosovo, accompanied by 2 professors of their school. These friends have been invited to the holiday which was held in Latvia from the 12th to the 16th of June. Before this, the staff of our TV news took them for a tour of our school. They had the chance to see our classes and labs and to find out about our various initiatives. Tell me something about your school and the place you come from. I come from Jakova. I'm a professional training school called Johnny Kulkazaze. They have many directions and subjects like gymnasium, economy. I am in economy in bank and finance. I study there. I like the subject marketing. What is the reason that made you decide to come here in Italy with us now? Është arsyeja se kam qenë edhe një herë më përpara, edhe ku një eksperiencë e hatashme, edhe do të pas edhe një eksperiencë të mirëshme. Okay. Unë për këtë vizitë është hera parë që bëj në Itali dhe jam i gëzuar që jam ardhur këtu në Itali dhe prej kësaj vizite pres që më mësu më shumë për Italinë, historinë e saj dhe gjitha gjërat e bukura që i ka Italia. Edhe pres më bën shumë aktivitete me ju. Pastaj kam dëshirë që edhe ju të vini në Kosovë dhe ne t'ju presim juve, sigur ju dhe na keni prit neve. Our next question is, what do you think about you? And is it so different from the one in Kosovo? Po mendoj këtu që qytet nga pëlqyer më se më pëlqen shumë arkitektura e këtij qyteti, edhe mënyra se si natyra është e zhvilluar në këtë qytet. Në Kosovë ka vende të bukura, por është një vend shumë i vogël si në Italinë edhe janë disa vende të cilat nuk krahasohen me këto vende të bukura natyrore. Po më shumë mbetet të shoqëtojmë ditët në vazhdim, domethënë ato që kemi rreth Italisë edhe rreth Podgoricës. Për momentin është shumë gjë. We are here with the professor of our friends and we would like to ask you 2 questions. The first of these is, why do you think that this experience in Italy and with us is important for your school friends? Nësë por I falimderoj që na kanë bërë një ftesë. Unë mendoj se ardhja e nxënësave tonë në Itali, pikërisht në qytetin e Lekos, është një iniciativë shumë e qëlluar dhe kemi nevojë, kanë nevojë nxënësat tonë me shkëmby përvoja të reja për ne ku janë shumë të mirësarë në këto shkëmbime përvoja. And secondly, why did you decide to come in Italy with them? Unë falenderoj Giuseppe, se Giuseppe më ka zgjedhur mua edhe jam shumë I kënaqur që jam unë ai që e përfaqësoj shkollën tonë në Lecce.